Njëri vëllan në akuzë zyrtare nga prokuroria e posaçme për disa vepra të rënda penale, ndër të tjera pjesëmarrje në grup kriminal, teksa vëllai tjetër drejton një nga dikasteret më të rëndësishme të shtetit shqiptar, ato të kryediplomatit, i cili ka marrëdhënie direkte me shtetet më të rëndësishme të botës. Bëhet fjalë për Ferit dhe Gëzim Hoxhën, i pari ministër dhe i dyti biznesmen, teksa kohët e fundit emrat e të dyve janë lakuar për pushtet dhe për para publike, ku Feriti ka ngritur shkallët e karrierës dhe Gëzimi, pavarësisht në hetim nga SPAK, po fiton miliona euro në tendera publik. Duket se klanet që qëndrojnë pas majorancës aktuale kanë sjellë që vëllezërit të lulsojnë, njëri me poste të rëndësishme nga ambasador në ministër, e tjetri megjithëse hetohet për disa vepra penale, të fitojë lehtësisht tendera nga shumë institucione. Ironia e fatit qëndron te fakti se kompania private e Gëzimit First fiton me lehtësi një procedurë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pavarësisht se nuk kishte ofertën më të ulët. Gazetarët kanë hulumtuar një nga tendrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me objekt auditim dhe mirëmbajtje për sistemimin e menaxhimit të sigurisë së informacionit në KQZ. Fitues ka dalë firma First në pronësi të Gëzim Hoxhës. Kjo kompani ka fituar 12.2 milion lekë të rinj, teksa në garë ka qenë edhe një firmë tjetër e quajtur Idea Devs Corporation, e cila ka ofruar rreth 10 milion lekë. Por ashtu siç ndodh rëndom në të gjitha procedurat që dyshohet se paracaktohen, edhe në këtë rast, oferta e firmës që ofroi më pak u skualifikua me pretekstin se s'ka punë të ngjashme. Një skem që përdoret thuajse në të gjitha tendrat e majm, ata të cilat dihet se kush është fituesi edhe para se të shpallen, ose që dokumentet standarde nuk bëhen nga institucioni prokurues, por nga vetë firmat që marrin pjesë ose ajo që do ta fitojë. Fituesi në këtë rast është një firmë e cila është mjaft afër majorancës, qoftë me të afërmit ku Feriti mban një post të rëndësishëm, ashtu edhe me klanet, pasi personat që ndodhen në dosjen e SPAK bashkë me Gëzimin gëzojnë reputacion dhe i kanë dyert e hapura. Ndërkohë skandali thellohet më tej për shkak se një pronar, Gëzim Hoxha, është i implikuar në një tjetër tender të KQZ me objekt mirëmbajtje e moduleve ekzistuese të KQZ-s me fond limit rreth 43 milion lekë. Mësohet se në garë kanë qenë disa kompani ku oferta më e ulët ka qenë ajo e Evolve me 33 milion lekë, ndërkohë që oferta ka pasur dhe nga Boy, Intelisoft dhe Wow Digital me 40 milion lekë. Mësohet se pronar i Intelisoft është pikërisht Gëzim Hoxha, i cili pavarësisht se ka pasur ofertën më të lartë, është shpallur fitues nga KQZ-ja. Pas procedura ka shkuar në KPK dhe aktualisht është në fazën e verifikimit të dokumentacionit. Disa javë më parë media denoncuan se në një kohë që Ferit Hoxha ishte i emëruar ambasador në BE, në muajin korrik të vitit 2024, vllai i tij Gëzim Hoxha vjonte të fitonte dhe të merrte tendera sekret nga qeveria, një prej të cilëve në vlerën e plot 60 milion euro. Në dosjen e SPAK detajohet se janë bërë kreditime nga firma First te kompanitë e Beqerit në shuma që shkojnë deri në 1.2 milion euro. Faktet janë evidente. Tashmë të zbardhura plotësisht nga prokuroria e posaçme, por që deri më tani janë lënë në ajër për shkak se po këta individ janë shfaqur edhe te parku fiktiv Durana në Xhavzotaj të Durrësit. Emri i First dhe Gëzim Hoxhës cilësohet nga SPAK si një nga më aktivët. Faturimet e kryera nga EA Solution SHPK në drejtim të 3 subjekteve të tjera janë fiktive dhe me qëllim përfitimin e parave që rrjedhin nga procedurat e prokurimeve të paracaktuara nga grupi kriminal, thuhet në dosje. Në dosjen e Akshit detajohet edhe dëshmia e vet biznesmenit Gëzim Hoxha, i cili ka deklaruar se firmën e ka prej vitit 2008, ndërkohë që është fokusuar te siguria kibernetike. Në dëshmia i ka pranuar indirekt se ka paguar një shumë prej rreth 600.000 euro si rushfet, ndërkohë ka bërë edhe fatura të tjera. Dëshmia e tij kryesore ka qenë për një super tender sekret i cili nuk dihet ende sot dhe kësaj dite se çfarë është bërë. Kemi patur edhe një bashkëpunim tjetër për shkak se vitin e kaluar, ndoshta në muajin tetor të vitit 2024, ne kemi fituar një procedurë tjetër prokurimi me Akshin me një vlerë të lartë prej rreth 60 milion euro, ka pohuar Hoxha. Në dosje citohet se Mirlinda Karçanaj, ish drejtoresha e Akshit, ka vendosur kriteret të paligjshme te procedurat e prokurimit që favorizonin dhe u krijonin privilegje të padrejta disa operatorëve ekonomik, ndër të tjerë edhe First. Gëzim Hoxha ka rol aktiv në pjesëmarrjen dhe përfitimin e paligjshëm të procedurave të prokurimit, të cilat diktohen nga shtetasit e sipërpërmendur. Ai ka kredituar shuma të konsiderueshme, thuhet në dosje. Ndaj Hoxhës është caktuar masa e sigurisë ndalimi i daljes jeshtë shtetit, teksa ai hetohet për pastrim parash të kryer në kuadër të organizatës kriminale. Ajo është urdhëruar nga gjykata e posaçme që të mos largohet nga territori i Shqipërisë. Dhënat e analizuara flasin se Gëzim Hoxha ka ngritur një skem për pastrimin e parave që merrte nga tenderat, duke i xhiruar në kompani të tjera me të njëjtën fushë, apo së fundmi edhe në kompani virtuale të Duranës. Fyet mes Gëzim Hoxhës dhe Ermal Beqirit rast pjesëmarrjes në grupet kriminale të Akshit lidhen te Durana. S'kishte si të mungonte as Gëzimi, i cili me njohjet apo bashkëpunimet që kishte bërë, hapi kompaninë Cybermind Labs. Ai e regjistroi në QKB
AKB në muajin nëntor të vitit 2025. Adresa e kompanisë sipas dokumenteve është në Shijak, Durana Tech Park, rruga Ahmet Zogu, njësi administrative Gjavzotaj. Në të njëjtën kohë, nëntor 2025, Gësim Hoxha hapi një tjetër kompani Guask apo fiktive me adresë në Gjavzotaj, duke i quajtur Box Artificial Logic. Një skemë mirëfillt për të pastruar paratë e marra nga tendrat sekret, ku ende sot e kësaj dite nuk dihet me saktësi se sa para ka marrë në total Gësim Hoxha apo njerëzit që fshihen pas tij.